Ibrahim bin Edhemin, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, e kanë pyetur se pse nuk na pranohet duaja. Kur megjithse Allahu në Kur'an thot: "Ud'uni astajib lakum", më bëni dua mua që unë t'ua pranoj kërkesat e juaja. Dhe ky njeri i lartë i Allahut ua ka kthyer përgjigjen në këtë mënyrë: zemra juaj është e vdekur prej 10 gjërave. 1. Ju e njohët Allahun fuqiplot, por nuk vepruat sipas së drejtës së tij. 2. Ju e lexuat librin e Allahut, por nuk vepruat sipas tij. 3. Ju pretenduat se ishi armiq të iblisit, por e bët mik atë. 4. Ju pretenduat se e doni të dërguarin e Allahut, por i braktisët gjurmët dhe sunetin e tij. 5. Ju pretenduat se e doni xhenetin, por nuk punuat për të. 6. Ju pretenduat se kishi frikë nga zjarri i xhehenemit, por nuk hoqët dorë nga mëkatet. 7. Ju pretenduat se vdekja është hak, por nuk u përgatitet për të. 8. Ishit e preokupuar me të metat e të tjerëve, por i harruat të metat e juaja. 9. Ju furnizoheni, ju hani nga furnizimi i Allahut, por nuk jeni mirënjohës ndaj tij. Dhe 10 e fundit, pra vëllezër dhe motra, ju i varrosni të vdekurit tuaj, por nuk nxjerrni mësim prej tyre.